Partia Demokratike do të zbresë sërish në shesh në ditët e para të muajit qershor. Paralajmërimi është bërë nga kreu i Demokratëve Sali Berisha, i cili pasi doli nga SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje në kuadër të dosjes Partizani, deklaroi se kjo do të jetë kryengritja paqësore më e fuqishme që ka njohur vendi. Ndonse nuk dha një datë fikse, Berisha sqaroi se strukturat e oponencës aktualisht janë të angazhuara me dy procese të rëndësishme të brendshme, siç janë zgjedhja e kryetarit dhe kuvendi kombëtar, të cilat do të mbyllen brenda këtij muaji për t'i hapur rrugë aksionit opozitar në rrugë. Në mënyrën më të fuqishme do vazhdohet me protesta, por siç e dini, janë nga sot gjerë me datën 30 dy ngjarje të mëdha. Është referendumi për votbesimin e kryetarit dhe është kuvendi kombëtar. Tani ç'është e vërteta, këto janë procese që kërkojnë punë, kërkojnë përgatitje teknike, kërkojnë një punë të gjerë. Ndaj dhe të siguroj që ditët më të para të qershorit do të jetë kryengritja paqësore më e fuqishme që ka njohur Shqipëria. Sipas liderit të opozitës, këto javë të mbetura të maj do të shërbejnë për përgatitje teknike dhe organizim në terren, me qëllim që protesta e fillim qershorit të shënojë një hoftë të ri në përballjen politike me mazhorancën.